Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këtë fest bajramit të kurbanit, ne edhe njëherë e ritheksojmë nevojën e madhe që gjithë bota në përgjithësi e ummeti islam veçanti të sensibilizohet dhe të mobilizohet për të kërkuar liri për Palestinën, për të kërkuar liri për Gazën, për të kërkuar ndaljen e luftës atje, për të kërkuar hapjen e kufirit me Gazën, për të kërkuar hapjen e kufirit dhe për të futjen e ushqimeve, e ndihmave humanitare, medicinale dhe gjërat e nevojshme për mbijetesë njerëzve në Gaza. Po, nuk mund të bëhemi ne rahat, askush në botë, sidomos jo muslimanët, përderisa ata vëllezër atje bëhet masakrë ndaj tyre, bëhet gjenocid ndaj tyre. Insistojmë dhe kërkojmë dhe elusim Allahun që të na forcon dhe të na ndihmon të gjejmë metoda për të dalë në ndihmë atyre vëllezërve që ata i kalojnë këtë katrahur, këtë masakër, këtë gjenocid, që tani më edhe shumë oficer, edhe shumë figura politike nga vetë shteti okupator sionist izraelit dalin dhe thënë se kjo që ndodh atje është vrasje për hobi, është vrasje pa kunjifar planifikimi, është vrasje që nuk sjell kunjifar rezultati pozitiv për atë popull dhe për atë shtet i cili është duke i bërë këto masakra dhe këtë gjenocid. Nuk mund të jemi rahat ne muslimanët asnjëherë përderisa ata vuajnë. Edhe andaj na përveç lutjes son, duhet të sensibilizojmë çështjen e tyre, duhet të bojkotojmë produktet e kompanive që ndihmojnë këtë shtet agresor, duhet insistojmë në shtetet të ndërpresin furnizimin me armatim të këtij shtetit, se vën pjesëmarrës në gjenocid, në masakra, duhet të insistojmë që të hapet kufinët, që të punojnë spitalet, të punojnë domethënë qendrat për shpërndarjen e bukës, që të ketë do thotë qarkullim të ndihmave të nevojshme, edhe normalisht të ketë mundësi që njerëzit e plagosur, njerëzit e sëmurë të shërohen dhe të marrin kujdesin medicinal të nevojshëm atje. Lusim Allahun e Madhëshëm që ta ndërpret këtë luftë, të sjell fitore popullit palestinez, të sjell shkatrimin edhe mposhtjen popullit sionist agresor, kriminal, e inshallah taala nuk kalojnë edhe shumë ditë, edhe shumë javë, e shumë muaj, vetëm se atje do të mbretëron paqja, marrëveshja dhe domethënë do të kalohet kjo katrahur, edhe kjo gjendje e jashtëzakonshme, shumë e vështirë, ky gjenocid që ndodh në ato vende. Allahu i Madhëshëm i pranoft lutjet tona dhe na mobilizoft edhe më tepër në shërbim të kësaj kauze. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.